Një 62 vjeçar shqiptar që fshihej në Quebec, pasi ishte dënuar në Shqipëri 25 vite më parë për vrasjen e një polici dhe të një fëmije 8 vjeçar, nuk do të ekstradohet nga Kanadaja në Shqipëri, ka konfirmuar gjykata e apelit në Montreal. Gjykatësi ka vlerësuar se provat në tërësinë e tyre nuk ishin të mjaftueshme për të urdhëruar ndalimin, thuhet në vendimin e shpallur të gjykatës. 62 vjeçari Angel Brahimi kërkonte hakmarrje për vrasjen e vëllait të tij në vitin 1997, i cili humbi jetën gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë. Për këtë arsye, ai shënjestroi shefin e hetimeve në momentin kur po udhëtonte për pushime së bashku me familjen e tij. Angel Brahimi, përmes një arme automatike, ka qelluar në drejtim të policit dhe familjes së tij, duke lënë të vdekur në vend djalin e tij 8 vjeçar. Sipas autoriteteve, polici ka dalë nga makina në drejtim të lumit Vjos, ku Angel Brahimi ka vijuar ta ndjekë dhe ka qelluar disa herë duke e vrarë. Autori 62 vjeçar është identifikuar rreth 5 muaj më vonë nga gruaja e policit përmes disa fotografive. Pas ngjarjes, Angel Brahimi u largua fillimisht drejt Greqisë dhe më pas në Kanada, ku arriti të merrte edhe shtetësinë. Pas nisjes së kësaj çështjeje gjyqësore në Kanada, mbrojtja e Ibrahimit ka këmbgulur për pasaktësi ligjore nga Shqipëria. Prokurori i përgjithshëm i Kanadas e kishte çuar çështjen në apel, duke pretenduar disa gabime nga gjyqtari, por në fund të procesit, gjykata më e lartë e Quebecut vlerësoi se nuk kishte pasur asnjë gabim.